Të nderuar të vëllezër të pranishëm, xhamatli të kësaj xhamie, sot dunjaja, bota, përgjithësi kur themi dunjaja, bota e kemi për qëllim njerëzit që jetojnë këtë botë, shumica e njerëzve, thuajse krejt, nga renin, veprojnë, punojnë, bajnë, livizin, mësojnë, studiojnë, vrapojnë, punojnë, prodhojnë e kështu me radhë për me fitu. Me atë çka e fitojnë, të jenë të rahatshëm, të jenë të lumtur, të jenë në harmoni, të jenë në mirësi, të jenë në të mira, ta kalojnë ditën e natën me të afërmit e tyre, me familjarët e tyre, dhe kjo është synimi i çdo njerit i cili është i mençëm. Çdo njeri i cili është i mençëm don ta jeton jetën e vet në rahati. Kur kush nuk don probleme, kur kush nuk don telashe, kur kush nuk don çrregullime, çdo kush don me evladët, me bashkëshortët apo bashkëshort, me nan, me bab, me dashamir, me kusheri, me nipa, që ta kaloje një jetë në harmoni. Çka është harmonia? Harmonia është të kalojsh pa e ofendu, pa e ranu, pa i hi ndërhak, apo pa të hi dikush ndërhak, pa ta kërcnu tije, apo ta rizikue stabilitetin e sigurisë në vendin ku jeton. Dhe ata të cilët qohën edhe e prishin këtë gjë, emërohen se janë zullumqarë në këtë botë dhe në botën e amshushme. Dhe zullumqarët, Allahu Gjelle Gjelaluhu i denon ashpër, duke e nxerr para atij që ju ka bën zullum fillimisht, duke ja marr hakin atij që i ka bën zullum. Allahu Dhul Gjelal kur e nin ahin, e keni parasysh kur ja bën dikush morëm gjegi, morëm përvloj, morëm mashtroj, morëm shkeli, morëm rrehi, që janë shumë raste në sipërfaqen e tokës, kur e nin këtë ky shkon deri në arshja ala, arshin e Zotit Dhul Gjelal, e Allahu i thot, le ensurenneki walau ba'dahi. Kam me të nimu, edhe pse ti mendon se të kum haru, ama edhe pse pak dë vanoje, edhe pse pak dë shtim, ma të tje, por ka me të nimu. Dikush thot, po pse ve Allah nuk ja merr hakin më një herë, pse ve Allah e le qashtu, pse nuk i del më një herë kra. Allahi ja jep hapësirën edhe zullumqarit, edhe atij i cili ja shkel integritetin, ja shkel identitetin, ja shkel drejtën atij tjetrit, mos po kthehet, mos po pendohet, mos po thot po bona pishman, e po shkon lip halallëk, e Allahu e shpërblen ketë, që ka bu durim se ju ka bu padrejtësi, ndërsa këti ja falë se Allahu nuk e ka për qëllim veç me denu. Allahu nuk e ka për qëllim me ishti njerëzit në xhene. Allahu don që të ja falë, Allahu don që ti drejtoje, por ja u ka dhënë të drejtën njerëzve që të zgjedhin. E në atë që e zgjedhin, ta zgjedhin lumturien edhe rahatien. Shumica e njerëzve vrapojnë mas lumturies, rahatijes, mbas asaj knatësies familjare në adresa të gabuara. Don me bëhe darsëm, shkoni be muzikantat, masit sosët darsma, hajde aga është frije se dhondrin nuk o mirë. Hajde aga është frije se nusja nuk o mirë. Hajde se në ndodhi një çrregulli, po ti vete ke lipat lumturi, ki dish mu knaqë ndarsëm, ama në adres gabume. Do me bo një sen tjetër, do me pushu shkon deti atje ku ka cullaklëk, e cullakon edhe familjen e vetë, edhe kur të vete, nuk jena dishka mirë, o gjo, nuk jena mirë, po e ki lip rahatien në vend të gabume, në adres të gabume, do të festoje se ka sos shkollimin, por shkon në defrim, shkon sikur me e vozit, sikur me i gra makinës, pa hiq kontrol, pa as një lloj frenimi apo koshnica, shka i thënë populli jo. Po jo, gabim.
Disa sene duhet t'i rregullojmë për të ardhur në të harmonien edhe kënaqësinë familjare. Ja që sot pejgamberi alayhi salatu vesselam na mëson neve se si duhet ta kërkojmë adresën dhe ku. E para, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o ti ummeti jem, o ti antari umetit tem, o ummeti në përgjithësi, bëjni 4 sene, kini me konë të lumtur, të kënaqur, në harmonien familjare, në rahatien shpirtërore, në të rahatien, në të 4 zidat e shtëpisë, pa marrë parasysh çfarë gjendje janë. Mund të jetë shtëpi e vogël, mund të jetë banesë e vogël, apo e madhe, mund të jetë e re e ndërtume, apo e vjetër, në qovë se i kije që këto 4 sene, ki me koni rahatshëm, ki me shiju një lezetlëk në jetën tonë familjare, në jetën tonë çdo ditore, që së në gjenë që tërkohë. Sahabët e dishin se ajo që ka me dal nga goja e pejgamberit a.s. e që zbatohet në jetën tonë është ilaç për problemet. Dërsa, çfarë është halli i neve muslimanëve sot përgjithësi, duke shtinë në atë grupën edhe vetën, çka na i ndëgjojmë sendet fetare, kur dalim prej kësaj xhamia apo pi xhamiave tjera, thojmë, a ke bekin xhami? Subhanallah. A e fali mëre ki gjumon? Subhanallah. A gjëroj mëre ki Ramazanin? Subhanallah. A e majti mëre ki Bajramin? A e dha mëre ki zekatin? Subhanallah. A shkoj mëre ki në haq? Këtë pu i bojmë na, pastaj ajo 1+1 barazi shka del 0. Po së mundet brega hoq, matematika është shumë e qartë. 1+1 gjëmot sa bon? 2, te politikan 3, ato vele. Ato me kravatët e kuqe. E tash, 1+1 ka ose, di be bojnë, Allah e ka falë qështu, 1+1, di bojnë. Edhe kjo është matematika e shno, po si me dalë në 0, qish bëhet që muslimoni del në 0, edhe e ban haqin, edhe e ban Ramazanin, edhe e ma kurban Bajramin, fitër Bajramin, e zekatin, i ban ketë, edhe masane, haj monastari kul vallah. Hajde këthejmu qështu si kem. Jo, gjëmo, i menqër është aji i cili këthejë nga gabimet, jo nga veprat e mira në gabimet, por nga gabimet, e merë vesh që është gabim, edhe këthejët nga gabimi. Qëre, dini jonë, tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, tha, çdo njoni prej juve kur dëbojë e gabim, Allahu i thëj ka melaqes që shkruan anën e majt, i shkruan punë të këqia, se çdo njeri ka 2 melaqe me veti. Ato ka shkon ki, ato shkojnë me veti. Edhe kur fle, edhe kur punon, edhe kur pushon, edhe kur studion, edhe kur ban mirë, edhe kur ban keq, edhe ato s'fle. Nuk flejnë ato. Ato veç shenojnë. Shka shenojnë? Kin djath i shenon punë të mira. Kin majt i shenon punë të këqia. Kur i shenon kin djath punë të mira, Allahu i ka urdhnu me laqet që janë që i shenojnë punë të mira, ti shenojnë në mini herë punën e mirë. Ha, aje nise ti me e bo, alo, sa i ki bo njetin, a i ta shkrun ti e se i ki bo, edhe nuk ta shkrun nja. Subhanallah, feja islame shumë është interesante, rahmeti Allahit është shumë interesant. Kur ta shkrysh, thot shkruja 10 terin 700. Edhe deri sa doja Allah. Pse? Varët pi zemrës. A i këshirin kerin edhe i thënë, qëfar keri është? Audi. Sa e ka me kubikazhën? Forcën e motorit. Thot 2.0. Me ditë kuqe, me një kuqe. Kujdi, unë i marim vesh këto që ka punin me kere. Thot kur ta shkelish PS-a ta ka o, qambe gjeti kesh se punon me kere. Ta shkelish kerin, ajo shkon, thot derin 200, ajo shkon. Se motorin thot e ka shumë të fort. Edhe muslimoni kur e ka motorin e fort, vepra shkon deri 700 në gjenar. Shkon ajo, hec ajo, veç shkruan me laqja. Dersa kjo qetra i zien diznat. Si është ajo me i zonë diznat? Tët nuk shkon. Kërë mjeshtër këtu e kina xhamatlian, e dishka unë shka i tam shtash. E me laqje se punëve të qia, ja i thej ka Allah, mës ja shkruj. Zine, 7 saat
e ma dorën nalt. Zgudzon ta shkruaj. Allah e ka urdhëruar. Pse o Zot, mos po kthehet. Qire, shumë interesant. Mos po kthehet tot Allah i robi jem, e po thot o Zot, gabova, mos ja shkruaj hiç. Hiç mos ja shkruaj. Kur dale për Allah, to Allah unë kisha gabuar shumë, po thot i e pendu. Bajrami është për mu pendu, Ramazani është për mu pendu, Haxhi është për mu pendu, Zekati është për mu pendu, Sadakatul Fitri është për mu pendu, namazi është për mu pendu. E pyetën pejgamberin alayhis salam, pse fal mu? Shpesh normal, këto që s'falen, këto se vesen këtë pyetje. Këto që ka falen e vesen, se këto që ka s'falen, inshallah të falen. Allah ja u mundsoft ato që nuk falen, të falen. Allah ju mundsoft ato që rinë, mendojnë se ju hi vllaga pi abdesit, inshallah mos pe i lagin krahat, ja Rabbi. Allah ju mos pe i marson ti ktheje ka feja e vete, ka kibla e ka safi, inshallah. Tha, ja Rasulullah, pse falmu? Tha, a e keni pa dikush të çka e ka para shtëpie një rek? Rek, a i thëni rek? Edhe tha, lahat 5 herë. A i med dë një herë pa pastërtia, a i vend dë një herë keqe, a mundet me pas dë një sen, dishka në trupin e vetë, para me ndë një 5 herë tush me bon dit. Po i vend aramis këti. Sikur erë par gjenjoni, tha e gëzësh, Bajramin kisha ngër hudra, sikur Mike Tysoni me mam shumë grusht muaj. Aha hudra, mos din gjami. Aha kep, mos din gjami. Tha, me konë që la është ta 5 herë, atë med dishka, ta shpërlash dhont me brush, atjet dhe shka ngojër e keqe. Në humë, kur ti lash unë, atjet dhe njëse. Sjet, në tesh, në setla, në trup, era njërës. Jo, tha që ashtu është kur ti falish namazet, të pastrana ja. Tha të lanë, pin drek, teri një qini, shka i ka bo gjunat, kur të veri qinia, sa ta marë abdesin, Allahu Ekber, i fshin gjunat. Dikush mendon se hoxha lip mishteri në xhami, hasni faluni si i dun mishteri. Jo mëre na dun mishteri për xhennet. Na dojmë me ju pa që kështu sikur që ju shohim në xhami, ju shohim inshallah xhennet, Allah i nasip. Thujni amin. Inshallah, dikush nuk thot amin, zot i në xhennet. Çudi, subhanallah. 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 Allah i na marsoft, ja Rabbil alamin. 4 sene bëjni xhamat, vallaj, keni mu knoç. Pasha Rabbul Aleminin, provojni, keni mu knat. Shka janë? Duke një sefte pi 3-ve. 3. E para, tha pejgamberi a.s. Zgedhni, tha një nuse. Nuse me zgedh, që siti qelen 3, u knasën, mi njerë kur po qelet ma biti nuseve. Po qëfar nuse? Qasi qka qapareshta, qasi qka kur dalin i ven mare burit ta shikoja, qasi shka e ka të shërab gojën, zdit naleta, qasi shka babave të ti kur të kërsit e ka mërë nusën, a i dhe të kërsit, ta shtina bombën në kërë të shpia, qasi nuse e cila i thot, vjerit vetëm të shku të baba se s'ka internet të ju. A gje ka internet, kur ta bëjnë internetin dhe të vi. Apo nuse e cila i thot, ose nuse s'kjetër, baba po lip qaj që mush ja nja. Apo e cila i thot, shkofsh në gjami e mësë u këthefsh. Jo që kësi nuse, mos lip që kësi nuse o i ri. Kërko nuse, që ashtu si e përshkrujti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha, zëugjetun saliha. Tha kërkoje një nuse e meqme, e devoqme, e pastërt, namuzlike, e rumullaksume me etiketën fetare. Subhanallah, fetare. Se ajo fetarja, tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kur ta shikojsh të kënaqsh. Se fetare ajo, me fjalë të mira të pret, nuk ta shlon atë rafallin e Kalashnikovit të grave që është ajo mallkimet ke tak 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 së në emrinja as Kalashnikov. Se e malkon burin, së më ki dhonë fëstanin si ja ka blen, një që fëstane ja ka blen, një fëstan si ja ka blen, kur hajrë s'ku po thot piti. Jo kësi, mere një nuse e meshme, e cila kur ta shikosh të rahaton, kur të mungosh të mbron, si të mbron, të mbron namuzin, të mbron pasurien, të arun malin, i thot fëmija, baba na jep ka 500 dinar për shkollë. Jo nona, që ka 100, kur të vere baba në të vaja për 500. Pse? Se mi kalon e manet baba.
tarun malin, nuk e fuk në për 700 euro një fëstan, 300 euro në flizer, pedikir, medikir, buri masane, zhan mitref. A je pedikir, medikir, Gradska bolnic, je pedikir, medikir, državna bolnic. Tha i ri shkoj, po ku mos me shku mëre, me pas edhe atë kasën shtetërore ja fshin kjo. Dush me zgedh dhe dobish me muslimanën e mirë. E dita, tha kur të vendosish me jetu, me ble banesa po shpi, zgedhe kojshien e mirë. Subhanallah. Kojshien e mirë, ki me konë shumë i rahatshëm. Na e kena mëri një kohë, këto tritë, këto janë gjenerata e Argeta Pashtetës, këto se kanë mëri atë kohë, ju ma vjetret e kini mëri, kur nuk u kanë shel shpijat. Apo? Nuk u kanë shel shpijat, ka pas kapigjik, pin me një shpi ki dalte e 70 a gje poshtë. Pse? Se kojshit janë konë të mirë. Kojshia e ka rujt mallin e kojshijës ma shumë se e ka rujt mallin e vetë. Kojshia e ka rujt namuzin e kojshijës ma shumë se e ka rujt namuzin e vetë. Kojshia e ka rujt interesin e kojshijës ma shumë se e ka rujt interesin e vetë. Se kojshia është më i shtrenjtë se shpia. Zgjedhe kojshia. Zgjedhe kojshien, se kojshia është lumturi. Kojshia është rahati. Më të ra, më se bëv zoti, një kojshi të keq me pas palat shpijen. Beter asaj presedatelkës Macedonijës në vodnë. Beter asaj me pas duket si me jetuen qelien zindanën e Idrizovës apo të Shutkës. Pse të nëzin jetën, të nëzin rejnin e jetës familjare. Andaj, kur kanë shku për para, kanë thonë të shes shpijen 200.000 mark, dërsa 300.000 të shes kojshien. O të zotë një po unë së të blemër kojshien, ato shkojnë qift, si dush. Gjithmonë kanë shkue, sefte kanë vetë, kush janë kojshit për okolla, pastaj e kanë vetë çmimin e shpijes. Kështu veprojnë njerëz të mëshëm, duke u bindë në fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha e treta, o i ri, tha e treta, kur ta bëj shpijen, zgjedhë shpija tjetë e rahatshme në këtë ato prostorijat, dhomat, salonat që ka jetu e bo. Mëse ban lavirint kur të hish, mës dish ka të dash, por bane me rem që tjetë rahat, baba rahat ati, shka fol bre ti, baba, po baba se ka venin të shpija, la ila ila Allah, ku e ka venin? Thët të shpija e pleqve, subhanallah. Baba në shpijen e pleqve, po më tregojnë për një djalë sot në Shkup, tha e ka marrë babën e vetë, tha o që para disa ditë vetë djemë, tregun, tha e ka quë tha të shpija e pleqve. Musliman, subhanallah, emnin musliman, a e beson mëre ki vdekjen, a e beson mëre ki ditën e kiametit, a e beson mëre ki se dhe dale para Allah i dheja për logari, haki par, mas hakit zotit, që e lip zotit edhe e pyt, edhe të merë në pytje, është haki babës edhe nanës. Po qish mëreja pranoj zemra, ta qoje babën e vetë të shpia e pleqve dhe ta dorzoje, e ka marë 30.000 dinar kjo paguja ative, rujma një babën. Subhanallah. Një evlati cili bën kështu, kur hajrë nuk she, rahati për ta nuk ekziston këtë dynja, dhe e katërta, o vlezër, duhet ta zgedhni mjetin e jetës. Mjetin me të cilën shkojni edhe vini, fatkeqësisht këto mjetet sot janë bon shkak sebeb për shumë fesate. O vlezër, ato mjetet që njerëzit i kanë menu, njerëzit i kanë shpik edhe kanë punue për me bon një të arritur shkencore, ato mjetet janë për transport, nuk është për me myt njerëzit. O vlezër, duhet të keni kujdes, duhet të jeni shumë me vëmendje të madhe, kur i granë në makinës, nuk ka nevoj dikush me të eduku ti e me kamerat Safe City. Ti dush me pas kamerën e Allahu Dhul Gjelal me laqet që i kije nga dvetit. Mos e graj makinës sa s'munësh
ta mësh në kompetencat e tua dhe në komandën tonë, dhe se ajo bën çrregullim. I hindër hakna e vladit dikujt I cili ka dalë para dere me lujt. I hindër hakna I plakit I cili ka dalë për me shkue në spital. I hindër hak ative që kalojnë rrugën. I hindër hak ative që presin rrugës, e kalon ti një gur edhe e lëndon ditën e kiametit, mazallah me dal me hak të huj para Allahu dhul gjelal. Ne lusim Allahu pasi që thiri e zani, Allahu rinijën tonë në islam të udhëzon. Pleçve tonë të jep ymër gjatë, shëndet të plot, të smuntit Zotit I shëron, ja Rabbi. Ata të idhrun Zotit I pajton, ja Rabbi. Ato që janë larg xhamisë, Allahu t'i afron xhami, ja Rabbi. Ato që e kanë kthi shpinën prindve, Allah I zemrat ja u zbute, ja Rabbi. Ata të cilët I kanë quhe për në ahiret nane bab, Allah I kusuret ja u fale, ja Rabbi. Ato që I kanë gjallë, Allah I shëndet ju dhuroje, ja Rabbi. Ne lusim Allahun dhul gjelal, ata që hartojnë, hiç nuk pushojnë, që muslimanve zullum t'ju bojnë, Allahu me zullumin e vet I shkatroft. Jannatul Firdausin gjithve nasib na I boft. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Lillahi al-Fatiha.